Kjo e diel e 2 nëntorit është shpallur ditëzie kombëtare pas ndarjes nga jeta të ish-kryeministrit Fatos Nano, një figurë e rëndësishme e politikës shqiptare. Vendimi është marrë 2 ditë më parë nga qeveria shqiptare në nderim të ish-kryeministrit, i cili u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave të miratuar pas ndarjes nga jeta të liderit historik të Partisë Socialiste. Flamuri kombëtar do të ulet në gjysmështiz në të gjitha institucionet publike dhe shtetërore, vendim ky i cili është zbatuar sigurisht edhe në Vlorë. Të gjitha institucionet lokale dhe shtetërore këtë të diel kanë respektuar ditën e zisë kombëtare. Flamurit në to janë ulur në gjysmështiz, Prefektura e Vlorës, Bashkia e Vlorës, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, kanë patur në gjysmështiz flamuri kombëtar në shenjë homazhi dhe nderimi për ndarjen nga jeta të ish-kryeministrit të vendit Fatos Nano. Gjithashtu edhe në sheshin historik të shqiptarëve, në sheshin e flamurit në Vlorë, mëngjesi i kësaj të diele ka gjetur flamurin kombëtar të ulur në gjysmështiz, teksa edhe në rreth-rrotullimin e skelës, flamuri gjithashtu është i ulur në gjysmështiz, si edhe në disa pika të tjera të qytetit, ku ka të vendosura simbole kombëtare. Në nderim të ndjerit në orën 12 është vendosur gjithashtu se do të mbahet 1 minutë heshtje në të gjithë vendin. Ish-kryeministrit ndodhej i shtruar në një spital privat prej datës 8 tetor, problemet kronike respiratore e detyruan që t'i nënshtrohej një trajtimi intensiv, duke qëndruar përgjatë 24 orëve nën kujdesin e mjekëve në repartin e reanimacionit. Politikani pësoi arrest kardiak dhe më pas vdekje klinike të trurit, ndërsa gjendja e tij shëndetësore ishte e rënduar dhe pa përmirësim. Shëndeti i liderit historik të socialistëve ishte rënduar shumë vitet e fundit për shkak të problemit kronik respirator, ose siç njihet në gjuhën e mjekëve SPOK, sëmundje pulmonare kronike që prek mushkrit. Në vitet e fundit Fatos Nano është faqur rrallëherë në publik që prej 2005-s, kur ai hoqi dorë nga politika, ai ishte përqendruar te shëndeti dhe jeta personale larg politikës, duke ruajtur një profil të ulët.